kryesore e mirësisë. Mirësia është ajo që na bën njerëz, ajo që na sjell dritë në ditët më të vështira. Në çdo vend pune, në familje, apo në shoqëri, nëse kemi mirësi, kemi diçka. Mirë po duhet të shtoj. Unë kam lexuar për ta pjenë që kanë qenë në Mekë. Meku është formuar në vitin 1960, edhe kam lexuar shumë tortura djemve, edhe shumë lavazhe trupi që i kam bërë Meku. I ka masakruar, i ka dhunuar, i ka bërë shprarje trupi dhe i ka ndarë nga familja e tyre. Çfarë mirësi është kjo? Çfarë është Meku? Nuk e dija që ekziston dhe kjo femë. Edhe kur mendoja që ta djemë janë ndarë nga nëna, nga familja, unë tritërohesha vërtet. Edhe për këtë ditë sot, mendoj që të mblidhemi bashkë, t'i japim dashuri këtyre njerëzve, t'i japim mirësinë, t'i japim dorën, shpresën, t'i japim mundësinë edhe tyre për të jetuar për të parë lirinë e tyre. Sepse të nuk ja kemi dhënë ne, por ja ka dhënë Zoti. Dhe mendoj që i Zoti nuk ka njeri. Mendoj që fryma e lirisë së këtyre duhet të jetë si të gjitha vendet e tjera, të jetë të lirë, të ecin, të hanë, të shikojnë, të bëjnë gjithçka. Jo të jenë të cunguar, jo të jenë të friksuar, se kanë parë trauma me sy. Megjithatë, ne të përpiqemi çdo ditë të jemi më të mirë, të japim një fjalë të butë, një buzëqeshje apo një ndim të vogël dhe mund të ndryshojmë gjithçka edhe tek këta njerëz.